fakte me Adnan Merovcin për krahet nga Ujë rrugove, Vipa Chips dhe Medika. Call for peace and make no war is the message of Kosovo. Only love and nothing more can make man brothers to others. Viti 1988 ishte koha kur tashmë UÇK-ja qartazi kishte dëshmuar dhe rikonfirmuar platformën ushtarake për luftë deri në fitore. Prishtina në këtë kohë ishte e qetë dhe vetëm lëvizjet e kohë paskoshme të automjeteve të blinduara policore ushtarake serbe ishin tregues se në Kosovë po zhvilloi një luftë e vërtetë. Kafenet në lagje të ndryshme të Prishtinës ishin përplot dhe pothuaj të gjithë e zinin në gojë aksionin e madh të armatosur të luftarëve të UÇK-s gjithandej Kosovës. Presidenti Ibrahim Rugova ishte në kulmin e përpjekjeve për alarmimin e kësaj gjendje në qendrat e vendosjes në botë, e veçanërisht atyre amerikane. Në këtë kohë ishin bërë pothuaj rezident diplomatët e shumë botëror në krye me ata amerikanë, si Richard Holbrooke, Gelbart, Christopher Hill e shumë të tjerë. Unë gjeja kohë për ndonjë kafe me shok në për lokalet ndryshme të Prishtinës, kryesisht në kafe Lorik të Qafa, Hani i Robertve dhe Shark në Dardani, me shokët Xhevdet Gashi, Sabri Feyzullahu, Bedri Rama, Fatos Kadiu, Sinan Vlasaliu, Ibrahim Krajkova, Leci, Rasim Thaçi, Cima e shumë të tjerë. Shpesh në këto ndaja ishte prezent edhe aktori i madh Bekim Fehmiu. Shikues të nderuar, mirë se erdhët në emisionin e radhës Fakte. Pas epopes së prekazit duke pirë kafe në Hanin e dy Robertve me shokët Xhevdet Gashi, Sabri Feyzullahu dhe Sinan Vlasaliu, rrokëm temën e situatës në Kosovë, të luftës e të tjera. Në sytë e shokëve në tavolinë vërejta ndjenjën e nevojës për të bërë diçka. Në atë kohë, artistët, këngëtarët, aktorët dhe humoristët bënin jetën kulturore dhe shpirtin artdashës të shqiptarëve. Si në befasi lindi pyetja dhe nevoja e secilit që duhet bërë diçka. Me këtë rast, ju drejtova Sabriut dhe Sinanit duke i thënë, ka ardhur koha që të bëhet një këngë për Kosovën, me një porosi të qartë, bile mundësisht në gjuhën angleze, e cila do ta sensibilizonte çështjen e Kosovës dhe luftën që po zhvillohej në Kosovë. Mbretëroi një heshtje e cila fliste për dilemat se si do të realizojë kjo këngë, kush do ta komponoj, aranjoj, kush do ta shkruaj tekstin, kush do ta këndoj e kështu me radhë. Një gjë që dihej ishte se komponimin dhe orkestrimin e kësaj këngë do ta bënte kush tjetër përveç Xhevdet Gashit, i cili ishte i pranishëm aty. Ai si natyrë e tërhequr që në fillim vetëm dëgjonte dhe pothuaj se në kokën e tij veç filloi ta bëj vin melodik të kësaj këngë. Me qenë se kjo këngë po bëhej për Kosovën, ajo duhet të kishte një porosi për politikanët, për UÇK-n, për opinionin e gjerë, bashkësinë ndërkombëtare, qeverinë serbe, qendrat e vendosjes e të tjera. Kjo porosi do të ishte thirrje për paqë, e cila duhej të drejtohej këtyre që ju tham më lart. Xhevda tha se ai tashmë ka tekstin për këtë këngë në gjuhën angleze. Ishte kjo poezi e të ndjerit Nehat së Hoxha. Kontaktuam Nehatin aso kohë dhe morëm lejen për ta marrur për tekst të kësaj këngë. Titulli i këngës u vendos së bashku nga ne të tretë. Kosova calls for peace. Kosova thret për paqe. Këngëtarët u kontaktuan dhe pothuaj të gjithë ishin pajtuar të jenë pjesë e kësaj këngë. Për videoklipin, muzikanti i njohur i asaj kohe, zoti Enis Prisheva, kishte udhëtuar për Stamboll, për ta pa mundësinë e realizimit të tij atje. Ishte çmimi ai që na detyroi ta realizojmë këtë videoklip në Kosovë. Unë do të isha producent ekzekutiv dhe mora përsipër hiç më pak se regjin e këtij videoklipi.
do të bëhej kënga e cila do të realizohej nën patronatin e zyrës së presidentit Ibrahim Rugova. Këngën e kënduan 18 këngëtarë: Sabri Fejzullahu, Sinan Vllasaliju, Adelina Ismaili, Gili, Shkumbin Kryziu, Bibi Poqi, Gent Saliu, Dugaxhin Lipa, Donika Gashi, Benet Kaçi, Shemsi Krasniqi, Violeta Rezipagiqi, Leonora Muçaj, Besa Dida, Labinot Krasniqi dhe fëmijët Ermal Fejzullahu, Zana Thaqi dhe Adea Gashi. Në miksim kontribuan edhe Enis Presheva dhe Florent Boshnjaku. Kënga u incizua në studion e Sinan Vllasalijut, ku audio incizimin e realizoi Labinot Krasniqi. Në instrumente luajtën bravurozët Valon Gashi, kitarist kulminant me përmasa botnore, dhe Burim Krasniqi në qifteli. Gjatë incizimit në këtë studio na vizitoi hiç më pak se ekipi i televizionit amerikan CNN, në krye me gazetarin e njohur Nick Robertson, i cili filmoi këtë iniciativë të rrallë dhe bëri një bashkëbisedim me realizatorët e kësaj këngë dhe përgatitin historisë që u transmetua së kohë në CNN. Pas përfundimit të incizimit të këngës, filluam xhirimet për videoklipin në fjalë. Studia Fatos Kadiu dhe Agim Avdiut realizuan të gjitha punët rreth videoklipit, të ndihmuar nga Sait Kokolli, Fatmir Bajrami, Agim Gzim dhe Gazmend Avdiu, si dhe Jusuf Berisha Cujka në ndriçim. Video xhirimet u bën po ashtu në audiostudion e Sinan Vllasalijut dhe në objektet e lokalit dhe hotelit Dea në Laxhen Vilania, ku pronari Faik Morina na ofroi të gjitha hapësirat pa asnjë kompensim. Vlen të theksohet se krejt kjo punë po bëhej nga vullneti i mirë dhe nuk flitet për ndonjë kompenzim të asnjërit. Në fund duhet thënë se në këtë kohë u realizua edhe një këngë tjetër me elemente kushtrimi për luftë që quhet Këtu shkëlqen Plisi, me tekst të Halit Gecit, e realizuar nga Valton Beqiri dhe e kënduar nga Ilir Shaqiri dhe grupi Korona. Ajo që mund të thuhet është se këto dy kënga së kohe po komplementoheshin dhe ishin në të njëjtën gjatësi valore. Muzika e shpicës dhe pothuaj të tërë mbulesave muzikore, të materialeve të emisionit Fakte, është nga kjo këngë, Kosova Calls for Peace. Pra kjo është një arsye shtesë për një emision me këtë temë. Le të ndjekim në vazhdim prononcimet aktuale tani të disa protagonistëve të këtij projekti 27 vite më parë. Në një ditë në ku rrishin bashkarisht edhe komuniteti i muzikës, po ishte edhe zotni Merovci aty prezent, ishte iniciativa e Merovcit që të bëhet një këngë e tillë me shumë këngëtar, me një ftesë. Kënga duhet do të thotë i dedikohej kryesisht publikut të ndërkombëtar. Kur ma tha Merovci këtë, atëherë i tregova që e kam një poezi të shkruar nga Neat Hoxha dhe është shumë e përshtatshme për këtë punë, dhe sa e njefsha komuniteti muzikor në atë kohë, ishin shumë të vullnetshëm me punu në atë këngë. Dhe në këtë mënyrë filloi do të thotë puna në këngë. Tesës ju përgjigjen pothuaj 100% e këngëtarëve të cilët i ftuam. E realizuam incizimin e këngës në studion e Sinanit, atëherë kishte studion më të madh, ndërsa miksimin po ashtu mendimin e kolegëve e bëm bashkarisht në studion time në atë kohë dhe isha i kënaqur me rezultatin e këngës. Secili njeri praktikisht e ka pas ideal çlirimin e vendit dhe secili njeri është mundu me takatin e vet në çatë çlirim të vendit me kontribu aq sa mundet. Është e mrekullueshme gatishmëria e njerëzve që ta them ashtu për ndërtimin e një ndërtese që është liria, ta vejnë bile nga një gurë. Ne bënëm një këngë që i dedikohej publikut ndërkombëtar dhe
ishte në shërbim të diplomacisë publike të asaj kohe. Mendoj që kënga e kryti punën e vetë, edhe pse mendoj se ajo u paraqit në disa kanale, domethënë satelitore, se ka qenë jo vetëm kënga, por ka qenë edhe intervista e gazetarit të CNN-it me pjesëmarrësit në këngë gjatë incizimit në studio, e ka kry detyrën, domethënë e ka kry punën e vetë. Kënga ka qenë me hap me dëshirën për liri. Ajo ka qenë ide jote e mrekullueshme për brenda mundësive tona artistike që asa ke mujt me i bo, edhe teknike në atë kohë. Besa dhe të u përcjell për kerreve të policisë, agentëve sekrete, shpionave tonë, gjithë shka kem pasë, që ki pasë kazane repërzim që thoi populli. Kësha qenë një ndër idetë më të mrekullueshme se për këtë pjesës artistike atë sa mujt njerëz dhe artit me bo për luftë. Për disa kongëve që janë kriju shumë kongë të mira, një ndër kongë më të mira marrë që që kësë, shqiptarë që s'ka lëviz mranda vetë vehtës edhe me uni krenar që është dikush me push. Me prusi e nenin në rrugën Llapit, në Prishtinë, shpejten. Të falëndëruat nanit dhe lidhjet që i ka pas me ato, po si ide ka qenë e mrekullueshme, punë e mrekullueshme e bome, sepse është punë që s'ka me vdek kur, se o fut në histori në kontinuitet rrjedhave. Ki luftu, ki kënu, se cilin mënyrën e vetë është angazhum, shqyr zët në erdhë mundësia me bo një kongë mrena me i fut protagonist krejt të i fillu që shetë prej herojve, për dhe të engjit fëmijë që janë të pa fajshëm, e ne kemi bo qatë punë. Përshëndetje Adnan, përshëndetje për emisionin tuaj Fakte, kujtimet e projektit Kosova Call for Peace është një projekt i cili më zgjon emocione, më zgjon kujtim me gjithë ata këngëtarë në atë kohë kur kemi kënduar bashkë me një qëllim të vetëm se Kosova lyp paqë. Qëllimi ka qenë që projekti me pas sukses, edhe ka pas sukses të jashtëzakonshëm, ka pas johon të madhe në botë, me çuar një mesazh të fortë botës, në atë kohë kemi qenë në gjendje të okupuar, në gjendje të jashtëzakonshme. Faktikisht projekti ka qenë i presidentit historik, Dr. Ibrahim Rugova, me koordinimin dhe organizimin nga ona e juaj që ka qenë një perfekte. Ka qenë një kohë shumë e vështirë në ndërkohë, por kemi qenë të gjithë të bashkuar me një qëllim të vetëm për paqë dhe për prosperitet dhe për të gjitha të mirat për Kosovën tonë. Ka qenë një periudhë shumë e rëndë, shumë e vështirë për të gjithë ne, ka qenë kohë lufte, edhe komuniteti i artistëve dhe këngëtarëve ka qenë po ashtu shumë i shqetësuar, edhe mbajnë mend ne po incizonim një këngë për një festival që duhet të mbahej mos gaboj në Gjermani, në Stuttgart në atë kohë, edhe ndjera Violeta Rexhepagiçi po ishte producente, bënte këngën edhe autore, edhe ne ushtrojshim shumë këngën sepse ajo ishte shumë profesioniste. Edhe më kujtohet kur më tha që është edhe një projekt që do realizojmë bashkë, por tha maje për veti sepse nuk e di kurkush. Në atë projekt do këndoj tha dhe unë. Unë isha shumë entuziast, edhe pse nuk e dija për çka është fjala. Më vonë kuptuam që ishte një projekt, një thirrje më saktë për paqe nga komuniteti artistëve dhe këngëtarëve atëherë, edhe ishte nën patronatin e presidentit Ibrahim Rugova. Edhe ne realizuam këtë këngë në studio, erdhën të gjithë këngëtarët e mbajnë mend, ishte Lipa, ishte Sabri Feyzullahu, Sina Vllazaliu, edhe kur ata këndonin pjesën e vet, e këndonin shumë lehtë, edhe këndonin shumë bukur sepse ishin profesionist, më kujtohet se kisha shumë vështirësi edhe më ndihmonte Violeta. U realizu projekti. Edhe sa po realizu projekti, ishte presidenti
i ndjerë Ibrahim Rugova na ftoi të gjithëve në rezidencë. U takua me presidentin, ishte një përvojë e jashtëzakonshme, ai na priti shumë mirë. Ai na dha bekimin që ta bëjmë edhe si spot. Adnan Merovci, si gjithmonë në krye të këtij projekti si producenti kryesor, bënte realizimin, bënte përpjekjet më të mëdha që ky spot, kjo këngë, kjo thirrje të ketë jehonën e merituar, të ketë misionin e merituar. Dhe ashtu ndodhi, ne realizuam, e transmetuam dhe vërtet ishte një nga përvojat më të bukura, më interesante dhe thirrjet më të bukura për paqe që kemi realizuar ndonjëherë. Përshëndetje, quhem Balon Goshi, jam muzikant dhe kam qenë pjesëmarrës në projektin muzikor Call for Peace. Ky është një ndër projektet më të rëndësishme muzikore në të cilat kam marrë pjesë. Ka qenë pra vitin 1998, pat nis luftë pra dhe në prekat dhe në pjesë të tjera të Kosovës. Atë ditë çdo gjë ka shku mirë, edhe insistimi i këngës edhe gjerimi i klipit, derisa erdhi koha për më kthy prej shtëpisë të Sinan Vllafaliu deri në shtëpinë time, ku ka qenë rrugës një post blok shumë i rrezikshëm i policisë. Ata më ndalën, isha djalë i ri 21 vjeç me gitarë në dorë. Edhe ata thanë, instrumentin ta kthejmë vetëm nëse ki lek me nai blet ca bira. Fatmirësisht unë kisha lek, ja bleva birat dhe ata ma kthyen gitarë dhe fatmirësisht atë natë u ktheva shëndoshe mirë në shtëpi. Ishte viti 1998 kur pranova një thirrje telefonike në telefonin në shtëpisë dhe ishte miku im Xhezet Gashi, i cili më tregoi për projektin të cilin e kishin filluar së bashku me Adnanin dhe me shumë këngëtarë të tjerë. Projekti quhej Kosova Call for Peace dhe duhej që një instrumentist të ekzekutonte në çifteli një pjesë si instrument identifikues i muzikës tonë. Dhe pa hezitim unë e pranova si ftesë, duke pas parasysh që në atë kohë DJ Kosova dhe veçanërisht Drenosi nga edhe unë jam. Ishin dy mundësi që të udhtoja për Prishtinë, ose me tren, ose përmes rrugës me autobus për postbllogje policore, dhe unë zgjodha të udhtoj me tren. Me disa probleme arrita në Prishtinë dhe u takua me Xhevdetin, e ingjizuam fillimisht pjesën e audios dhe pas disa ditësh arritëm që të organizohemi dhe të realizojmë edhe video xhirimin e asaj këngë. Ishte një këngë e madhe dhe ka mbetur si këngë e madhe edhe për shkak të mesazhit që ka përçu, po edhe për shkak të ftyrave të cilat kanë marrë pjesë si presidenti historik Rugova dhe shumë këngëtarë që ende edhe sot janë në skenën tonë si këngëtar aktiv dhe mjaft të suksesshëm. Kujtoj që ajo këngë ka arrit mesazhin për cilën është dedikuar dhe ka arrit që të përcjell dëshirën e krejt popullit shqiptar në tërë botën që Kosova është një vend i cili lufton dhe insiston që të jeton në paqe si gjithë bota. Falenderoj Xhevdetin edhe Adnanin dhe mendoj që edhe ata që kanë shiju në atë kohë, po edhe tani kjo këngë është një vepër e madhe dhe besoj që sa herë që dëgjohet, sa herë që shiqohet, përcjell emocion të secili person. Kjo këngë u xhirua në vitin 1998 në një kohë mjaft të rëndë për Kosovën dhe gjithë neve. Nga vetë titulli i këngës Call for Peace, ne artistët u munduam që përmes muzikës të dërgojmë një mesazh për thirrje për paqe. Ka kaluar kohë mjaft e gjatë nga ky xhirim dhe ajo çka më kujtohet mua është që pas realizimit të këngës ne shkuam për vizitë tek presidenti Rugova në atë kohë. Çka dua të ceki është se vullneti i madh i neve artistëve në kushte mjaft të rënda që ishin atëherë, ne u munduam të japim një mesazh
të fuqishëm. Në vitet 1998, kur ne fillojmë të bëjmë diçka për popullin tonë, aq sa kemi takat. Kemi qenë shumë të privilegjuar kur dëgjuam se presidenti Ibrahim Rugova ka kërkuar nga ne që të bëjmë një këngë në gjuhën angleze për ta marrë vesh tërbota se problemin tonë, problemin e Kosovës, dhe me njerën e tij të parë, Adnan Merovcin, e kemi bërë atë këngën Kosova Calls for Peace. Më prek shumë ajo këngë, e di se çfarë rrethana shpunu. Mund të them se kjo këngë kusht si ishte realizuar, po mos ishte Adnani. Adnani ka qenë mbikëqyrësi i asaj këngës prej fillimit deri në fund. Asnjë gjë s'është punuar për pa qenë ai i informuar. Duhet ta përgëzoj Xhedet Gashin, i cili aja ka punuar këtë këngë në mënyrë madhështore për atë kohë, po them, për mundësitë e tija që i ka pas. Aja ka nxjerrë maksimumin. Njerëzit kanë bërë shumë për kombin tonë, e ne kemi bë atë që kemi pas mundësi. 25 vite më parë, Adnan Merovci na lufti mu dhe Sait Kokolin që t'i ndihmojmë t'a gjërojmë një spot. Ai ishte një komponim të kishte bërë aranxher dhe kompozitori ishte Xhedet Gashi, me në tekstën e atë së Pik Hoxhës, në gjuhë angleze, Call for Peace. Edhe pasi ishte situatë e ngarkuar, ishte orë policore, policën 4 hand, ku do t'a gjurojmë, po ai kishte gjetë në studio të Sinan Vllazaliut, edhe kishte ftu gjithë këngëtarët që ishin atë kohë që kishin ngel këtu. Eksterierin e punum në hotel Dea, aty kishte një obor pak i rrethum, i kufizum, edhe s'kishte problem që puna hyn në policia, në sendra, ishte problemi më i madh për ne. Edhe kryem spotin i cili pat shumë suksese në atë kohë. Për montazhin e bani Fotoskadio, një montazh mrekullueshme, kishin ilustruar me pamje filmike, me fotografi të asaj kohe të dhunës e Shkadione. Kështu që ajo spot u pranoi shumë mirë. Këtu televizion s'kishim, po na emitojshim për televizionin shqiptar atje, kishim, po spoti kori sukses edhe jashtë, kështu që edhe televizionet tjera e emitojshin. Vërtet për atë kohë ishte një punë shumë kreative dhe besoj se kem pas sukses me atë punë që kem bërë. Ishte viti 1998 ku me iniciativën e Adnan Merovcit realizum një projekt i cili në atë kohë ishte një kthirje për pasq, një thirrje për liri, një thirrje për ardhmërinë e vendit dhe ardhmërinë e gjithë popullit Kosovës. Unë i kisha potencu 2 gjëra këtu, të cilat kanë lënë përshtypje dhe njëra nga to është motivi shumë i madh i këngëtarëve pjesëmarrës të atij projekti dhe gjithë ekipit, një motiv i cili e jepte një dritë, një shpresë për një të ardhmë më të mirë. Pastaj ka qenë një mosdorëzim, ka qenë një besim i madh për një ditë më të mirë për vendin. E dim shumë mirë që viti 1998 dhe vitet prej vitit 90 deri në 99 kanë qenë vite shumë të vështira në pushtimin e regjimit serb. E kisha veçu vizitat që kemi pas me presidentin historik Ibrahim Rugova në atë kohë, ku për herë të parë ne kemi pa diçka që neve na u ka duk iluzion, na u ka duk si diçka e paarritshme vulat e presidentit dhe vulën e Republikës Kosovës. Jam i lumtur që kam qenë pjesë e atij projekti dhe janë kujtime të paharruara edhe sot. Nga koha e realizimit të këngës, e kujtoj që u mbledhshim në një studio që në atë kohë mu duke mjaft e madhe,
dhe kalojshim kohë të gjatë me incizimet të zaneve edhe fotografisë. Në bazë të tekstit e kuptova se kjo këngë ishte një mesazh, një thirrje. E kuptova se dhe une dhe tjertë u drejtojshim botës në këtë tregim për ne, popullin tonë, që donte paqë të drejtësi. Unë ndi vetën mirë, shumë mirë, dhe jam falënderuese që ju përzgjodha si përfaqësuese e fëmijëve dhe që isha një niza ndër shumë zane në këtë thirrje për ndihmë. Happiness had no end, no girl, no boy. Ky projekti Call for Peace për mua është një prej kujtimeve më të bukura të rinisë teme të hershme, gjithsesi të viteve 90-ta, edhe të fillimit të karrierës teme si këngëtar dhe si artist. Ka qenë shumë e jashtëzakonshme në fakt si përvojë, për dy arsye. Njëra ka qenë se ishte për mua ftesë për me marrë pjesë në një projekt me krejt estradën, me krejt këngëtarët e këngëtarët më të rëndësishme. Edhe natyrisht kam qenë 17 vjeç dhe për mua ka qenë shumë interesant, edhe ka qenë edhe nder. Edhe natyrisht aspekti tjetër ka qenë dimensioni politik i këtij projekti, të cilin unë në kohën kur projekti është bon nuk kam pas moshën edhe pjekunin me pas në e farloj perspektive për atë dimension, po me gjithatë kam qenë i vetëdijshëm që ekziston, edhe që ka gjithmonë më kujtohet, edhe pse ka shumë muj me folë, unë shpesh ndodh me orë me folë për këtë kujtim, tu i tregu dikuj që shkun kalu se kanë qenë shumë ditë, edhe shumë ditë inqizimit të këngës mas pari, mandej shumë ditë inqizimit të spotit. Po kujtimi më interesant për mua gjithsesi ka qenë kur u përfundu, xhirimi komplet edhe i spotit, edhe u përfundu projekti praktikisht. Ka qenë ora 4 e mëngjesit, edhe Agja Adnan, moderatori juaj i sonte, na çoi në vizitë te presidenti Rugova, i cili ishte i veshur, i zgjum, jo domosdoshmërisht edhe i rum, por na ka prit në ora 4 të mëngjesit edhe ka qenë shumë interesant, na ka dhënë një tur nëpër krejt shtëpinë e vet, nëpër shtëpinë e bardhë. Edhe ka qenë përvojë shumë interesant për mua, domethënë shkum krejt bashkë, ke shumë vonë, ma veç mu këty me kerr në shtëpi ka qenë problematike, domethënë se vitet e 90-ta. Megjithatë, kjo ka qenë interesant për mua edhe një sen që po du me thonë është janë dy njerëz që i kam njoftu, që nuk i kom njoft para asaj, që më kanë lënë shumë përshtypjen është Violeta Rizbaghi e ndjer, që kom pas idhull si fëmijë edhe më ka rënë njoftu dhe gjithmonë më kujtohet që ajo. Edhe butësia, edhe eleganca, edhe përkushtimi i Agjes Adnan ka lënë shumë përshtypje edhe e majnë mend si një agj shumë të mirë që na ka kthyer mirë gjatë atyre orëve, gjatë atyre ditëve. We shall ever give our hands to more. That is human too. Së pari, zot një Adnan, më lejoni që ju falenderoj për aktivizmin e juaj të palotshëm qytetar dhe qytetarinë e juaj të treguar në kohërat më të vështira ndoshta për vendin tonë. Është kënaqësi dhe ka qenë kënaqësi dhe privilegj që në atë kohë me ftesën e presidentit historik Ibrahim Rugova dhe në mbikëqyrjen e juaj personale të isha prezent dhe të isha pjesëmarrës në projektin e paqes për Kosovën dhe së bashku me kolegët e mi dhe miqtë tonë të përbashkët të mlidhemi rreth kauzës sonë gjithë popullore. Me aq mundësi sa kishim në atë kohë dhe sa kishit edhe ju në atë kohë, të gjithë kemi kontribuar në drejtimin e njoftimit të botës se ne jemi ana apo pala paqësore. Edhe sot e kësaj dite e njëjta gjë po përsëritet. Mirë, po tani nuk kemi nevojë që të krijojmë projekte të veçanta për njoftimin e botës se ne jemi për rezultate paqësore, jo për rezultate destabilizuese dhe shkatërruese. Sot bota na njeh ndryshe, sot mediat raportojnë për Kosovën me një ton totalisht tjetër. Sot bota flet për shqiptarët në përbot me një admirim derisa propaganda e armiqve tonë apo propaganda armiqësore nuk mundet të krijoj më një pasqyrë çfarë ka bërë para luftës. Ju falenderoj edhe një herë për energjinë dhe mundin dhe kontributin e juaj gjatë ndoshta disa prej kohëve më të vështira të historisë sonë të re. Ju përshëndes dhe me një respekt të veçantë, mirupafshim së shpejti. Projekti Kosova Calls for Peace ka qenë
një dritë në fund tunelit kur ka ndodhë në ato vitet të tmerrshme kur e kemi realizu. Agja Adnan Merovci, cili edhe realizoi, ishte ideatori i këtij projekti, për neve ishte mbase njeriu ma serioz në Kosovë. Dhe çdo fjalë ti e merrnim me amin, sepse Agja Adnan ishte në pozitën në të cilën ishte, por edhe projektet e tina gjithmonë ishin projekte shumë serioze. Dhe kur mu ofrua ky projekt, e pash që nëse ne i thrasim paqës, nëse ne kemi mundësin të i flasim botës në përmjet këngës, ne po mu ishim edhe me kontribu për paqën në Kosovë. Dhe gjitha këto emocione, gjitha këto dhimbje, gjitha shpresat që na e dha projekti Kosova Calls for Peace, u bëm bashk. Derisa këndoja, i gjithë trupi më dridhej në studio, apo e bëj mirë, a do ta dëgjojnë, a do ta shohin, a do të marrë fund lufta, a do të mundet kënga jonë të kontriboj. Vetë shansi që e kishim që t'i drejtoheshim botës, për neve ishte gjithë bota. Mundohesha t'jem sa ma moderne, që të huajt të na shihnin si të barabart me vetë vetën. Mundoheshim t'jemi sa më të bukur, sa më të pastër, sa më të larë në video. Donim të ndjeheshim të barabart me popujt cilët nuk ishin luft. Donim të ishim të denjë për t'i kënduar botës e për t'i treguar ku është Kosova dhe të denjë të denjë për një paqe. Ky projekt është mbase njëri nga projektet më serioze ku ka marrur pjesë dhe një nga krenarit e mia më të mëdha, dhe ta kesh Adnan Merovcin për bashkëpunëtor, gjithmonë është krenari shumë e madhe. Unë sot e kësaj dite e falenderoj, dhe falenderoj fatin që kam jetuar në një kohë me gjithë ata gjigantës që morën pjesë në këtë projekt. Le t'i ndjekim tani disa copëza nga xhirimet e videoklipit. Sa bryo. Do, nëse I qëtë dur, kusë janë një. Qëti veç heqe në unë. Agja Adnan, Urna. thashemi kur t'jen kua me këndu këtë grop, tha me e thirë dhe le... Shef qëtë. Vazhdo me Sinonin, e ka ato, e ka, dena I kusht Sinonin. Që është më profet? Is the message of Kosovo. Që edhe pak më ratë të edhe këqyre mikrofonë. Mirë, mirë. Jenë total. Mirë. The sky is blue. Okay. And fair lovers, the sky is blue. Is the message of Kosova. Kthe! Krya? E kem Gencin, Lobin edhe Benetin. Urna. Qka duhet me vesh nëse? Nesër në knisht barë duhet me pas është të domosdoshme, për në gjatë në kese më në kia të. Po? Majnë kese dhe në cilë. Ever seen by Eastern time when peace only In my lovely motherland we sang songs. Happiness they had no end for no girl and for no boy. We had never hurt a man, always watch out dear toe. Conquerors came on and on. Make no war And make no war. That is human due. Bravo. Shem do më gjithë e trason të një rrugës të di që e kam diçka rifar plani është. Që dita? Ku dita? A është, a ki gjysëm harë, maestro? Sa jetë? A vetëm. Sa jetë? A ki si gjysëm harë? Ku me I fatë me në
And make no war. It's a message of Kosovo. Only love, nothing more. I can make men brothers to others. Repetoni. Adelina në shmoj. Adelina, kënjesh, ka. Kene ki kretë në gjohë, mas në gjohë, nga cënë. I'm nothing more, mama. Kretë, shmoj, e kje. Këtë pak. Skush e kotë. Çfarë ndalo? Happiness that had no end. Nëse bëni me dorë, bëni këtu jatë, se shkon kjo si happiness had no end, ose no end. Kur thu never leaving Gazellon, kthehesh në këti. Super. Edhe herë, shkumbim, këto ma, ne, janë hëqa, hajde. Pjesën e dytë do në dytën, pa. Kemë që ti të porën ti, ndash porën më mësë këna. Nisë mësë këna, së më rëndësi. E dytë është, në dytën që tu nisë janë e përfundonin ka ne. Maestro, njërë, shkrash, të shkëtu only love and nothing, only love and nothing. That is you and you. S'kjo mirë, ha? A pirin mirë? Ma të i bëna i pega, Prince Brother. Hajde, mirë. Hajde, pa të ishe, Kush hini që atje? Zamfin. Tam kur, me që tu këshirë, a nena s'mo në këshirë. Hej! Qështë, zemësh? Qështë, Po shirë të tje. Qënë kam jetë të dhja, qashtu, musunaj. Qëtësit jam. A ki dim një djofa për para, të? Ako merë vesh Fatmir Shqip, në të majtë e ki të borin, heqe? Ki merë vesh kuadrin në këta ishtë. Shkupinin e kjo mësa të iska e. Tjetëri ma shkupinin. Come for peace. Eto, ka Adelina. Mrëllu. Qashtu. Pas gjirimeve, shpesh herë bëheshim disa pauza, ku nuk mungon të humori i kujt tjetër përveç Sinan Vllësaliut dhe të tjerëve. Pra pas skenat shumë interesante, juftoj të ndjekim në vazhdim. Sinan, ose bëtë që kjo dy shaja ma shumë si Që
Edhe unë këtë djarë si faks. Ideale kam ideale bre. I përdoj këtë. Ju këtu ma kanë lënë djale frite. Shë zotë s'di kush ishte, shirë në Ja, do njerë me djarë, s'ka këtë. Je, hajde, aprinë. Shef, që ka qenë që ka qenë fejku. Ska lirë. Herën e po, 77. Kja arru, shef qetë. Qyja në shtësia. Oj, qatë dominante. Good vindjet e të shqipë. Faleminderit fond. Mërret rrujës e përdzorë. Rrujës e pëzerë. Pa dam, gati. E unë se më gërë. Hajde, gjëve të akili. Hajde, zëndë. Se bëjnë aty edhe fade. Ku dita? Ku dita? Do të shëllu që shtojnë, të shamë përgojnë. Tash me gojnë atë. Ato tash me gojnë. Se mund të që për më. Në test në apëshë që shko shko të përpërësë. Gjetë, që të njërë si të sërë me kamerë. Kamerë! Kamerë! Njërë që i sërë me kamerë. Do të përpërë. Am këtë gjiru shtë? S'ke mujtë, vetë syni nga hana. Në vëllë bashkën e Bulgaria, ma grikate lopita pura gjanie. Ngrite lopita pura gjanie, wana kanë musha borreto mersi. Baush. Skam, mesh rastana i historia, po filmi. Kur që që është po muzika. Dhe që burë kome. Dhe për televizor, e pasë zote. Që njeri pas... Qa njeri pa pasë? Si në Vlasalia. Vlasalia? Vlasalia, më Pasi që përfunduam punën me xhirimet, u realizua një vizitë te presidenti Ibrahim Rugova në rezidencën e tij në Velani, në patronatin e të cilit po bëhej kënga. Ai na falenderoi dhe na përgëzoi tër ekipin e punës. Ishte kjo një pritje e ngrohtë, pjesë nga ky takim shumë interesant me material ekskluziv, le ta shohim në vazhdim. Po që shto? Faleminderit të ju urime. Hajde, jesni, hapë në shumë në ka vend. Ja bërë pëse jo. Hajde si në ty. Në Roma mirë se herë të i mu se ku jeti, hajde ko hec. Hec mërë. Hajde u donë. Shku me ditë që për në djenë atë në uvin. Që këto ftyra publike një. Zotë president, po vjen shumë keq që gjithmonë uve. Po do të me marrë fjallin, po këta janë si ma u ligje, po më vjen që ma ju e presekta. Ti, pari, a i bronge. Neve që kemi pas dëshirë që me qenë të parë. Thamë të lumë të na të shkojmë mas pari ne, t'ja urojmë presidentit, t'ja urojmë fitoren tonë.
Kjo është fitore jona, fitore e mbar popullit, shqiptar, edhe të Shqipërisë edhe në rrezullin toksor. Do me thënë ajo ëndra e kahmëshme që kemi pasur. Ne si aktorë dhe si këngëtar po flas për grupet tona, se unë s'mundem në emër gjithve, po që në gjithve se krejt e kam me shpirt, ju na i keni trasu, na i keni hapë gjitha rrugë, ju na qut drejtën fitore. 1000 herë falenderit. Ju rujt Perëndia juve, bashkëshorten, e fëmijët, edhe gjithve neve me ju të bashkë. Me një komponim, para nja 5 ditë dhe kemi qenë, jemi taku me zotri Adnanin, ishëm unë Adnani dhe Sinani, tha, qka po bani ju? Thash po rrim, tha, është shumë keq që po rrini. Tha, ju tash do të me punu. Tham, po tash s'mundemi me këndu, jo, tha, tash e keni kohën, tha, me komponu një këngë për Kosovën. Si mbarë bota, kur përbojmë këto raste, kur ishin tilla, me pas një këngë tillë. Ideja ishte Adnanit në atë moment, unë me Sinanin kemi kemi thirrë Gjevdetin në telefon, Gjevdeti e ka bërë komponimin, tekstin e ka shkruar Neat Hoxha, Gjevdeti edhe orkestrimin, e kemi këndu kështu së bashku prej kujt, me fillu prej Violeta ka këndu, Violeta Regjepame, ka këndu e Adelina Ismaili, ka këndu Donika Gashi, ka këndu Nora Muçaj, ka këndu që Genci kjo është Majeriu, një këngëtar shumë i talentuar, një rockeri vërtet, Gen Saliu, ka kënduar Besa Dida, këngëtare shumë e talentuar, ka këndu këtë bukuroshi jonë këto Benet Kaçi, ka këndu një qizus ka qenë Labinot Krasniqi, ka këndu Sinan Basaliu, Shkumbin Kryeziu. Kjo është Poçi, Shemsi Krasniqi nuk është, edhe e ka kënduar, nuk është këtu, i ka mbaru ma herët. Poçi, rockeri ma i mirë shqiptar, Dugazhin Lipa, pashtu rockeri, edhe Gili ka kënduar, që nuk është të sonte, e Monja nuk ka kënduar. Sa vrë zëllos ka kënu sonte? Faleminderit shumë, gjitha të mirat, edhe për këtë këngë që e keni bërë, që edhe dëshiroj të jetë si YouTube. Dhe pse krahasimet, po gjithmonë do të më kap me të mëdhejt aty. Ta kryetarëve si rreth këngës kanë pas djeni kanë inqizu CNN-et se kanë dashur historit që i qesin për Kosovën, atë refrenin me ilustru, kanë bërë një intervistë edhe me Gjevdetin, autorin e këngës. Po kënga është praktikisht është një tregimi bash rrugës në gjuhë edhe tonë si kemi deri tash, pak lidhet për historinë tonë pak më të lartë, deri në këto kohë përshkruan pak neve, na përshkruan praktikisht ne shqiptar çfarë jemi, që ashtu teksti është i shkruar në gjuhën angleze, besoj që do t'ja mbrim me pa edhe bota pak atë këngë me ndëgju pak edhe sa do ku do pak t'i ndihmojmë edhe informimit edhe punës që ju po e bani, edhe ne një gur të vogël ashtu me që në qatë drejtim. Përmes artit edhe guri maj madhe. Hajde gëzuar të pejlom pjatë shumë. Se ta një qëtu nga një gotë uja, Coca-Cola. Hajde hymi gjë, hajde gurna një qëtu. Shtë do me punë se juja veç është Po e punës edhe këto që janë kristali, papalët që janë. Në i thamë ty në kristale boka. Në për gjitha visën, Për Kosovë është Jo është një... Jo, na i kem ditë, po i qitëm kështu mi pasën ati, kom në dhëmën e madhe, këtu kanë marrë shkëllqim. Do dojnë pak respekt e njërë. Jo, s'janë gjitha, veç pak kështu, se dhurata ka për një dhomë, unë do t'a quj muzeu i pambarësisë. Atje është një dollar që kanë dur prej Japonie deri në Londë. Krejt krejt njerëzit. Dhe ato e bom sot beqë anglisht. Edhe ajo dy gjuhë e jone. Gjuhë gjermanike, do gjermanishe shpraj. Na kemi gjuhë e vogël, pa familje. Të më pyti, ju tregova të zoti Vedrin, ku i bjen Shqipja, tash
Gjua me vjetër për pa familje. Zia ka pas grupë. Po. Dhe të shkemi që zemë të jema në urna. Djalli mu ka s'mundit bëtoj për 2 muj, se të shori për 8 vjetë. Se në ala me sistem vjetë me muja. Do është me vjetë. E s'pejmoj ma shumë. Alënjeri të mësuare, për të mire, për shmetës. Për një mësuare, shtepi. Na këtu e kemë pas të nditëm shtu. Jo, që e kemi ju. Altrojti në Tereza. Edhe që ta gurë të ronë, që kjo është 6 kilo. Ajo është plutonio. Mas jeni, pa një qka, to jenë fotografi, gazetat qka s'përshkrujnë, mas pare, si të qohen natjet të kryetari. Si qëtë të kupajt e fotografia. Ne jem gjenerac me zëprim, kem qenë studime. E tërë kjo ka qenë ma ekstravagant. Ka kopju diçka. Mi shqit të reshë fotografi. Ma shqit një pëse jo. Hajtë dhe një zë. Gjithsesi. Natën e mirë, faleminderit shumë. Jeleta, natën e mirë. Natën e mirë. Përveç televizionit shqiptar dhe CNN, edhe televizionit Gjerman ZDF dhe austriak ORF kanë dhënë inserte në formë lajmi për këtë këngë si porosi shumë e qelluar e kohës. Le ta ndjekim në vazhdim materialin i cili flet për këto paraqitje. Nderuar shikues, do të mund të ndiqni videospotin Kosova thret për paqe, projekt ky i realizuar në patronazhin e zyrës së presidencës së Republikës së Kosovës në Prishtinë. Unser Korrespondent Werner Heric hat den Anführer der Kosovo-Albaner Ibrahim Rugova getroffen. Und die Unabhängigkeit des Kosovo. Vor einigen Wochen ist er wieder zum Präsidenten der Republik Kosovo gewählt worden, die international nicht anerkannt wird. Rugova ist aber der albanische Hauptansprechpartner für ausländische Diplomaten, wie diese Woche für den österreichischen Generalsekretär im Außenministerium Albert Rohn. Dieser Videoclip von Rugovas Partei soll die Gewaltlosigkeit unterstreichen. Die militante Kosovo-Befreiungsarmee hat aber den Serben den Kampf angesagt. Shikues të nderuar, besoj se mjaftueshëm ju prezantuam materialet për një punë para mbi një qerek shekulli, të artistëve, këngëtarëve dhe tërë ekipit realizues të kësaj vepe. Vlerësoj se ky ishte një kontribut modest, siç u shpreh autori i këngës Gjevdet Gashi, një gur për lirinë e Kosovës. Shikues të nderuar, me kaq po e përfundojmë edhe këtë emision Fakte, duke i rikujtuar se emisionet Fakte i keni çdo të shtunë në ora 21 dhe reprizat të dieleve në ora 17 dhe në platformën Arta, si dhe në kanalin YouTube Fakte me Adnan Merovcin. Krejt emisionet kryesisht Fakte që bazohen në dekadën para çlirimit, bazohen në librat e autorit Në hap me Rugovën, libri Kështjella mosmarrveshjes, libri Pengu dhe kompleti i fundit me 2000 faqe, me 5 libra të premtet që mund t'i gjeni në librarin Dukagjini. Me këtë rast, ju ftoj që të mendoni për shëndetin tuaj dhe për të realizuar këtë, duhet të pini ujë rrugove. Nuk ju dëmtojnë edhe vipa chips, duke planifikuar udhëtimet me fibull dhe në fund duke e falenderuar pronarin e kompanisë Medika, Ardian Ukelli, i cili asnjëherë nuk u nda nga përkrahja për emisionin
fakte. Duke u ndarë krejt në fund, ju ftoj në përmbyllje ta shohim dhe ta përcjellim këtë këngë emblematike Kosova Calls for Peace. Miru pafshim. Ever since that ancient time when peace only reigned, we have loved and we love still all the people of goodwill. In my lovely motherland, We sang songs of life and joy. Happiness had no end for no girl and for no boy. Happiness that had no end. we have never hurt a man, always watched our dear home. Conquerors came on and on, never leaving us alone. Call for peace, and make no war. Make no war. It's the message of Kosovo. Only love and nothing more. I can't make a man, brothers to others. Call for peace and make no war. It's the message of Kosovo. Only love and nothing more can make man, brothers to others. The children of Eagle Land and fair lovers, the sky's blue. We shall ever give our hands to all that is human due. That is human due. We have never hurt a man, always watched our dear door. Conquerors came on and on, never leaving us alone. Never leaving us alone. Go for peace and make no war. It's the message. It's the message of Kosovo. Only love and nothing more. I can't make a man, brothers to others. Go for peace and make no war. Make no war. It's the message of Kosovo. Only love and nothing more can make man, brothers to others. Calls for peace and make no Fakte me Adnan Merovcin përkrahet nga Ujë Rrugove, Vipa Chips dhe Medika.